Fotografitë e ruajtura ndër vite dokumentojnë fillimin e një lidhjeje të fortë ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E pikërisht në vendin ku 3 dekada më parë u hap zyra e parë e informimit të SBA-ve, u vendos edhe një shenjë tjetër. Që nga fillimet në këtë zyrë, Shtetet e Bashkuara e kanë shtuar prani në Kosovë vazhdimisht dhe ajo prani ka qenë garancë e sigurisë dhe shtetësisë së Kosovës e po ashtu për kraje zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Në ndërtesën që shumë kush gjeti rehatin për të treguar për vuajtjet e përjetimet që i patën, sot funksionon një kompani që po ashtu ofron rehati për secilin, kompania e sigurimeve Prisig. Për ne si kompani vendore që sot vepron në këtë objekt historik, kjo ngjarje është më shumë se simbolike. Është një përgjegjësi për të kontribuar tutje në ndërtimin e një Kosove që i qëndron në përpikmëri dhe besnike idealit të lirisë dhe miqësisë së vërtetë. Në ngjarjen që u cilësua e veçantë pjesëmori edhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama. Ishte kjo e para derë zyrtare që qeveria amerikane po e hapte në Kosovë, por ishte edhe e para dritare nga e cila bota nisi me na pa përmes syve tonë. Kur fjalimet përfunduan, erdhi momenti i zbulimit të pllakës përkujtimore nga kryetari i Kuvendit të Aksionarëve të Prisigut, Lulzim Tafa. Përveç pllakës, në vendin e njëjtë u ngrit pas 29 vitesh edhe flamuri amerikan nga përfaqësues të ambasadës amerikane në Prishtinë.